Shikues të nderuar, pas incidentit që ndodhi këtu në Kolovicën e vjetër, ka filluar zbrazja e ujit nga ky post që mori jetën e 2 fëmijëve. Lidhur me ngjarjen e sotme, bisedojmë me kryeinspektorin e komunës së Prishtinës, Xhelal Sfeqla. Zoti kryeinspektor, si ndodhi ky rast dhe çfarë ka ndërmarrë komuna e Prishtinës që vërtet rastet të tilla mos ndodhin? Po, sparim lejet shpreh ngushëllimin e familjes të afërme për gjithë qytetarëve të Prishtinës. Sot gjatë ditës, 2 fëmijë janë mbytur në këtë post, në këtë lokacion, i cili ka shërbyer për marrjen e dheut. Kjo është një parcel private, e cila ilegalisht është eksploatuar nga pronari duke ushit materialin firmave të ndryshme. Ne tash së bashku me emergjencat, zjarfiksat edhe ujësjellësin po i asistojmë policisë të Kosovës që të pastrojnë këtë post në mënyrë që ata të vazhdojnë hetimet dhe që të gjenden gjithë përgjegjësit. Nëse ke banorët e këtu shumë thonë se janë bërë qindra kërkesa komunës së Prishtinës që të mbyllet ky post, pastrohet, mbyllet dhe nuk është tërmarrë asgjë. Mos e ndjem edhe pak fajtor komunës së Prishtinës mos largimin e ujit nga ky post dhe marrjen e jetës së fëmijëve. Në gjithë kërkesat e shumë të bëra nga qytetarët për largimin e këtij uji. Siç thash, të gjitha këto do të tetohen në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe kushdo që është përgjegjës për veprim apo mos veprim do të përgjigjet. Dhe tash po bëhet zbrazja e ujit. Mos është pak vonë? Jo, kjo zbrazje po bëhet me kërkesë policisë Kosovës për të vazhduar hetimet. Nuk po bëhet për arsye tjera. Edhe vitin e kaluar ka pas raste kur fëmijët kanë humbur jetën. Në të njëjtin vend? Nuk kam këtë informacion. Dhe çfarë do të marrë komuna e Prishtinës sa shëtitje për këtë rast? Nuk po them, në bazë të hetimeve të policisë, komuna e Prishtinës do të mbajë përgjegjës të gjitha ata të cilët kanë vepruar gabim apo nuk kanë vepruar. Do të mbyllet ky post i ujit për qytetarët që mos ta shfrytëzojnë? Ky post do të mbyllet, por nuk është problemi vetëm te ky post. Do të shohim që tragjeditë të njëjta mos të ngjajnë jo vetëm këtu, po askund tjetër në komunën e Prishtinës. Çfarë i sugjeron banorët e këtu shumë, se do provojnë në rënd këtë tragjedi? Po, është e natyrshme se është përjetuar në transportin e familjes për gjithë banorëve të këtij. Unë vetëm ftoj të gjithë ata të cilët janë të cilët mund të na ndihmojnë të identifikojmë raste të tilla, që ne të i kalojmë edhe kapacitetet tona që të parandalojmë raste të ngjashme. A do të shitonin gjithë ato kërkesa që kanë ardhur me vite për të mbylljen e këtij rasti tash? Absolutisht që po. Absolutisht që po. Unë po them, do të asistojmë policisë në hetimin e të gjitha informatave për këtë rast. Vazhdojmë bisedën me kryeinspektorin e komunës së Prishtinës, Xhelal Sfeqla, lidhur me tragjedinë e sotme që ndodhi në Kolovicë të vjetër, e ku humbën jetën 2 të rinj. Pra Florentina 13 vjeçare dhe Florenti 11 vjeçar.